Selenica ka zyrtarizuar qëndrimin kundër bashkimit me Vlorën, një nga ndryshimet e parashikuara në draftin e Partisë Socialiste për reformën administrativo-territoriale që krijon një hartë me 46 bashki nga 61 që janë aktualisht. Ashtu siç ka ndodhur edhe në disa bashki të tjera që mund të humbasin statusin, këshilltarët socialistë dhe demokrat lanë mënjan ndasit politike dhe u bashkuan kundër. Qëndrimin kundër bashkimit me Vlorën e mbron edhe kryetari i Bashkisë Selenic, Nertil Bellaj. Qëndrimi im zyrtar ka qenë para se reforma të bëhet, para se drafti të vitë. Kudo që unë kam pasur mundësi të flas dhe kudo ku unë jam pyetur dhe në komisionin parlamentar, unë kam shprehur mendimin tim me argumenta pse duhet të qëndroj Bashkia e Selenicës. Këshilltarët bashkiak deklaruan se Selenica nuk duhet të humbas statusin e bashkisë dhe paralajmëruan se do ta kundërshtojnë deri në fund projektin. Bashkia e Vlorës nuk do të del qafë Koqiut me problemet e saj edhe jo më të shikoj çështjen e problemeve të fshatrave tonë. Të gjitha këto vendime që kanë marrë, këto diskutime, e pyetën të zotin e shtëpisë, i kanë diskutuar pa hanxhur. Nuk mendoj se një problem i Malës së Vasterit apo të Gjormit të shkojë në Bashkinë Vlorë dhe të zgjidhet. Ashtu sikur se është zgjidhur nga kjo bashki. Para se të filloj për të bërë kjo reformë, duhet të kërkoj një falje madhe publike për dështimin nga sukses të plot të reformës së vitit 2014. Në mbledhje morën pjesë edhe kryepleqtë e fshatrave të Bashkisë Selenic, të cilët ju bashkuan kundërshtimit. Ata kërkuan që zëri banorëve të merret parasysh përpara çdo ndryshimi të hartës territoriale dhe deklaruan mbështetje për nismat që synojnë ruajtjen e bashkisë. Drafti i socialistëve parashikon shkrirjen e 15 bashkive në vend, ndërsa synimi i deklaruar është rritja e efikasitetit administrativ dhe forcimi i kapaciteteve të pushtetit vendor. Që të jenë në front kundër kësaj reforme, gjithë populli dhe gjithë politikanëve që kanë marrë vota dhe ata të cilët nuk kanë fituar, kanë qenë kandidat, duhet shprehen. Ndryshe mos të kalojnë me urnet me shkrisë.